folur shumë ligjin në fjalë në sferën e pushimit vjetor. Për shembull, asnjëherë nga ana e sindikateve nuk është interpretuar edhe kufiri i lartë i pushimit vjetor. Për shembull, gjithmonë thirrën ata se më parë ishte pushimi vjetor prej 20 deri në 26 ditë pune, ndërsa ne tani themi pushimi vjetor është më së paku 20 ditë pune, mirë po e lëm mundësinë që përmes kontratave kolektive dhe përmes kontratave mes punëdhënësit dhe punëtorit, pushimi në fjalë të zgjatë deri në 26 ditë 26 ditë pune, pushimi vjetor të zgjatë. Domethënë, edhe në këtë pjesë nuk kemi bërë ndonjë restriksion. Nuk kemi udhëzuar që për shembull themi pushimi vjetor do të zgjatë 20 ditë, 22 ditë dhe pikë, nuk ka tjetër. Mirë po e kemi lënë mundësinë që prej 20, domethënë kufiri më i ulët është 20 ditë. Prapë kemi ruajtur atë kufirin më të ulët. 20 ditë deri më 26 ditë. Dhe them edhe atë se në pushim vjetor prapë, sikur se ishte më parë, nuk hyn ditë feste, të shtunët, të dielët. Prapë nuk hyn në llogaritjen e pushimit vjetor. Kësaj kishte disa vërejtje nga ana e sindikatave dhe për pushimin javor. Më parë, ata thonin se edhe më parë nuk ka qenë strikt se pushimi javor është ekskluzivisht dita e diel. Mirë po ne tani thëmë, punëtori ka të drejtë në pushim 24 orësh pa ndërprer në një ditë të javë. A do tjetë ajo e shtuna, do tjetë e diel, a do tjetë e hënë, në varësisht prej punës e ku gjendet, në varësisht prej nevojave të punëdhënësit, pra punëtoria ka të drejtën e një pushimit ditor, do me thëmë brenda javës, 24 orësh pa ndërprer. Сека измените на законот предизвика голема полемика во јавноста. Дали има можност во некои делови да се ревидира, значи под притисок на Сојузот на синдикатите на Македонија? Дали сметате дека некои од нивните барања можат да се прифатат, дека законот на некој начин не ги исполнува во целост работничките права? Për ligjen për cilin folim, ishte edhe rekomandimi i organizatës ndërkombëtare të punës që të sillen këtë ndryshime. Ishte rekomandimi i Bankës Botërore. Dhe me thënë, nuk e sjellëm ashtu pse u tek dikujt edhe të sjell këta ndryshime. Dhe me thënë, megjithatë, kishte rekomandime të organizatave të ndryshme, relevante. Ishim detyruar edhe të bëjmë harmonizimin e disa vendimeve të gjykatës kushtetuese. Pastaj ligjin në fjalë ishim detyruar të sjellim me qëllim të harmonizimit disa masave ndëshkuese, të harmonizojmë me ligjin për kundërvajtje. Dhe a do të ketë mundësi revidimi ky ligj. Ne si ministri, edhe si qeveri, jemi gradualisht që të modernizojmë ligjin për marrëdhënie pune. Ne punojmë në kontinuitet që të modernizojmë, që të lehtësojmë edhe pozitën e punëtorit, njëkohësisht edhe kushtet e punëdhënësit. Dhe pikrisht për atë, jemi në fazën e implementimit të direktivave të Komisionit Evropian me qëllim harmonizimit të legjislacionit ton nga sfera e marrëdhënies punës me legjislacionin e Unionit Evropian. Dhe me thënë, ne në kontinuitet vazhdojmë, ne në kontinuitet punojmë në modernizimin e ligjit në fjalë. Сепак ССМ вика дека не се ова се спротивно на директивите на Европската унија и на она што го кажува меѓународната организација на трудот. Значи, они имаат спротивен став од вашиот. Но исто така ме интересира мене зошто се донесени измени без да се свика социоекономскиот совет. Значи да се вклучи и ССМ, па тамо да се развие на јавна дебата за да може да се донесат општо прифатливи измени. Зошто се отиде на мала врата, односно се како владин проект, без да се вклучат социјалните партнери? Во социјални партнери секако освен се само влегуваат, односно освен синдикатите, се извинувам, влегуваат и работодавците. Natyrisht. Për këtë ligj ishte mënyra se si u sjell ky ligj, në mënyrë pak më të përshpejtuar, ishte nevojë që të sillen këta ndryshime, çka nuk do të thotë se ne si ministri nuk kemi të instaluar bashkëpunim, dialog social me gjithë partnerët tanë, edhe me sindikatët, po edhe me organizatat e punëdhënësve. Ajo sepse nuk është konsultuar edhe Këshilli Ekonomiko-Social i Republikës Maqedonisë në përgatitjet e ndryshimeve të këtij ligji, të them atë se me rekomandim prapë të
organizatës ndërkombëtare të punës dhe të Komisionit Evropian, ne jemi në përgatitje të sipër tani disa ndryshimeve tjera në ligjin për marrëdhënie punës, ku do të inkorporojmë kritere ligjore rreth reprezentimit të sindikatave dhe të organizatave të punëdhënësve, sepse dim se këtu në Maqedoni në nivel kombëtar kemi 4 organizata sindikale dhe 4 organizata të punëdhënësve. Dhe me thënë tani jemi duke punuar në ndryshimin e ligjit për marrëdhënie pune, ku do të inkorporojmë kritere ligjore dhe do të bëjmë ca rregulla se kush do mund të jetë në të ardhmen reprezent sindikal në dialogun tonë social. Dhe të njëjtin, pra po them të njëjtin, do e dërgojmë tek të gjithë sindikatët dhe tek të gjithë organizatat e punëdhënësve dhe të mos fitohet përshtypja se ne si ministri injorojmë, anashkalojmë Këshillin Ekonomiko-Social apo partnerët tonë social, nuk konsultohemi për asgjë. Unë të përmendi këtu se për shembull gjatë sjelljes së ligjit për kontributet sociale, ligjit i detyrueshëm për kontributet sociale, kishim takime edhe me sindikatët, kishim takime edhe me organizatat e punëdhënësve. I njëjti ligj gjatë përgatitjes ishte në shqyrtim tek të sapo përmendurit, pranuam ca vërejtje që na e bën dhe mendoj se dialogu vazhdon. Социјалниот диалог. Зошто во овој закон, во овие измени кои што се круцијални и кои што предизвика најголеми проблеми во јавноста, не се постигна тој социјален диалог и да се рече добро се договоривме тоа и тоа да имплементираме, бидејќи една од директивите на Европската унија е да се има социјален диалог, односно помеѓу трите страни кои учествуваат во него. Зошто се одбегна баш во овој случај тоа да се направи, а еве напоменувате дека сте имале ред други примери каде сте соработувале. Зошто тука се одбегна тој? Mirë, unë thash se ne edhe në termen, mirë po të presim ndryshimet, çka do të ndodhin tani në ligjin për marrëdhënie pune, ndryshimet për cilët i kemi dërguar apo do t'i dërgojmë ditën e hënë, vetëm se në tek të gjitha organizatat, presim sugjerimet e tyre, presim që të kalojnë gjitha instancat ndryshimet e ligjit dhe në termen të me do e mos është edhe si thatë ju rekomandime dhe i organizatës ndërkombëtare të punës dhe i faktorin gjithë ndërkombëtar që të kemi një dialog sa më të parafort me partnerët tanë social dhe ajo vazhdon, besoni se vazhdon. Ua përmenda ligjin në fjalë, ua përmenda ndryshimet e ligjit që do ndodhen, cilën e kemi ndërmend tua dërgojmë në shqyrtim tek ata dhe besoj se do të vazhdon edhe në të ardhmen. Do me thonë dialogu social me partnerët tanë social do vazhdojnë edhe në të ardhmen. Синдикатите често пати предупредуваат дека голем дел од работодавците спрема вработените се однесуваат крајно непринципиелно, ги тераат да работат во невозможни услови, дури некогаш кажуваат синдикатите дека тие услови се робски. Што прави трудовата инспекција? Како се снаоѓате на терен, колку имате откриено? Shif me ardhjen time, do me thënë posti numri 1 të kësaj ministrie dhe me emrimin e drejtorit të ri në Inspektoratin e Punës, jemi në vazhdimsi, do me thënë në teren, vazhdimisht punojnë në teren inspektorët, falë punës drejtorit, sapo emruar në drejtoratin e Inspektoratit shtetëror, deri tani vetëm se në sferën e mbrojtjes shëndetësore në punë, kemi mbi 4.000 inspektime. Mbi 4.000 dhe në sferën e marrëdhënieve të punës kemi mbi 7.000 inspektime. Çka do të thotë se për më pak se 2 muaj, do të thonë se unë diku në fillim të gushtit u emrova, drejtori pak më vonë, do të thonë diku për 2 muaj, më pak për 2 apo 3 muaj kemi diku mbi 11.000 inspektime, çka nuk është numër i vogël. Dhe gjithkund aty